Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi ditën e sotme me energji, me pozitivitet, me dashurin më të madhe për të nisur me maratonën ton të komentimeve të shumta që do të bëjmë rreth artistëve shqiptar, rreth jetës së tyre private, por edhe asaj profesionale. Sot këtë ditë do ta nis me lajmin që natën e mbrëmshme pushtoi Median Rose. Egli Tako, një ndër emrat më të komentuar të kohës së fundit, së bashku me partnerin e saj Gjestin, kanë qenë në qendër të vëmendjes pas një video e cila u publikua në rrjetin social Instagram. Ku Gjesti për herë të parë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, do me thënë në fakt është hera e tretë që ai viziton familjen, por për herë të parë publikon një video apo nxjerrë një moment nga zonat e bukura të fshatit të Pavlanit, aty ku Gjesti ka kaluar kohën e tij, aty ku Gjesti është rritur dhe aty ku Gjesti ka marrur nismën të parë të jetës së tij. Gjesti ka treguar në të gjithë Big Brotherin, qoftë atë në Kosovë, por qoftë edhe atë në Shqipëri, që në Pavlan Gjesti ka kaluar momentet më të bukura të jetës, që në Pavlan Gjesti ka mësuar se çdo të thotë të rritesh mes varfërisë edhe mes sfidës që ti çdo ditë të bësh për të ndjekur ëndrrën tënde, por edhe për të siguruar një të ardhme për familje, një mundësi të mirë për familjen, një rrugtim të mirë në jetë për familjen. Të gjitha këto Gjesti, domethënë, i ka përjetuar dhe i ka jetuar në fshatin e tij të lindjes. Fatkeqësisht për faktin se Gjesti duheshte të siguronte një të ardhme më të mirë dhe duheshte të mendon diçka më shumë për familjen e tij, ai është larguar nga fshati dhe ka ikur për Prishtinë. Me momentin që Gjesti fitoi Big Brotherin, Gjesti nisi rrugtimin e tij dhe ëndrrën e madhe që kishte skenën gjigande apo atë skenën artistike që vetëm ato që merren me art din ta kuptojnë, Gjesti e bëri realitet. Por çfarë ka ndodhur natën e mbrëmshme? Unë kam përgatitur një video pak të gjatë, një herë kam përgatitur videon të cilën Gjesti ka hedhur në Instagramin e tij dhe pastaj kam bërë një prerje të një buzëqeshjes që ka ndodhur në momentin ku nëna e Gjestit i thot Gjestit apo don me të gatuar suxhuk, apo don me të gatuar spec, apo don ves, pastaj Gjesti thot unë nuk i dua këto dhe nëna e saj thot natën e mirë, që do me thënë mos më lodh më me këto pyetje, është një moment humoristik që bëjnë në familje. Por në këtë buzëqeshje dëgjohet një zë i gërvishtur, le ta themi, një buzëqeshje që i ngjason shumë Eglit dhe njerëzit të cilët merren me editime kanë bërë prova dhe nëpërmjet programeve që ato përdorin ka rezultuar që ky të del zëri i Eglit dhe Egli siç duket mbrëm ka qenë shoqëruar me Gjestin në Pavlan. Do kisha dashur të ndiqni këtë video, ju lutem regjia më mundsoni. Okej, do ndgjoni një herë videon, pastaj do me thënë, do e komentojnë. Apo të sugjuk? Ja, sugjuk, ja. A ka buko vlo? Po. Qa po me hungër? Apo të sugjuk? Ja, sugjuk, ja. Qa ko ti të sanë? Speca? Ja, speca. Vu? Ja. Natën e mirë. Speca? Ja. 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 Ka buko. Okej, në rregull. Ju e dëgjuat, unë jo më kot e bëra aq shpesh prerjen që ta dëgjoni mirë, sepse ka patur nga këto të cilët nuk besonin,
ka patur nga këto të cilët ja futnin kot muhabetit. Tashim, shumica thonë që është Blerina. Blerina, kur e largon gjesti videon, të lutem ma poziciono aty kur e largon ja këtu, ma ndal pak këtu te kjo pjesa, ma kthe dhe i qik më poshtë. Momenti që e largon, e këtu, edhe pak, ndalohe, ja këtu. Blerina duke që është shumë largë, do me thënë, nga ana e gjestit. Okej, është tani lëshoj video. Blerina duke që është shumë largë nga ana e gjestit, shtetë atje të shkallët, të shikoni, është mbrapa gjestit e ullur. Do me thënë, ka një vajzë që është shumë afër gjestit që dëgjohet bukur fort kur qeshën të videoja. Dhe këto dyshimet janë shumë të mëdha që është Egli. Dhe ku është dyshimi tjetër? Këtë edhe një miku im shumë i mirë e kishte kapur këtë momentit. Në fakt, ai më tha në fillim, tha Tiron, tha studioj mirë, pastaj kur e studiova unë dhe kur u përdorën programe të cilat editojnë zërin, domethënë u kuptua që është zëri i Eglit, ai që qesh sepse Egli e ka zërin një çik si me gërvishtje. Domethënë e ka zërin një çik si të shterun dhe ky lloj zoni ishte, hapni edhe të gjitha videot në YouTube ku Egli qeshën, do kuptoni mënyrën dhe formën se si qeshën Egli. Pikërisht për këtë gjë jam shumë i lumtur dhe pastaj në videon tjetër që Gjesti ka hedhur tek gruri, do me thënë që ka shkuar me motor është aty, Gjesti thot ku je nis o makine zez dhe Egli është me makinë të zez në videon që unë do t'ua tregoj pastaj, që Egli nxori ditën e djeshme që në fakt flitet për lëvizje që po bëjnë këto të dy si çift. Do me thënë, pikpyetjet janë shumë të mëdha, me patjetër që Gjesti dhe Egli kanë përzgjedhur të bëjnë këtë lloj forme të mënyrës se si shfaqin gjërat dhe se si tregojnë gjërat. Unë gjithmonë kam qenë koherent që nuk ka ndarje mes çiftit, ka një bisedë, ka një shkëmbim mesazhesh, ka një lloj komunikimi me këto të dy patjetër, por ndarje nuk ka, sepse po të ishte zëri i Blerinës në asnjë mënyrë, kamera nuk e kapën aq afër një zë që është pak më larg, por do ta kapte me hapësirë pak më të gjatë. Do me thënë, Egli, siç duket, ditën e djeshme ka vizituar Pavlanin, pasi që e dini shumë bukur që Egli në shumicën e rasteve dhe në shumicën e kohës jeton në Prishtinë, nuk ishte prezente as në festën e Fifit, që këto do t'i komentojmë më vonë, do me thënë, thjesht faktit Egli kishte përzgjedhur që të kalon ndoshta disa momente duke vizituar familjen e Gjestit apo duke u kënaqur me Gjestin. Unë dua ta besoj të tillë, sepse edhe editime që janë bërë tregojnë këtë gjë, por gjithsesi koha do t'i dëshmojë të gjitha lajmet e vërteta.